Rritja e temperaturave ka sjell probleme nga mushkonjat në qytetin e Vlorës, e ndërsa muaji mars duhet ishte muaji ku larvat e mushkonjave shumohen, duket se tashmë jemi në një situatë problematike edhe për shkak të ndryshimeve klimaterike. Shefi i epidemiologjisë në Vlorë Agron Bashllari thekson se institucionet shëndetësore dhe njësia vendore kujdesit shëndetësor në Vlorë pritet që të nisë së shpejti, madje brenda këtij muaji, evidentimin e situatës sa i përket larvave të mushkonjave në zonat që janë më problematike. Me ngrohjen e kohës, sigurisht do të kemi dhe aktivizimin pra të vektorëve të mushkonjave në rastin konkret dhe për këtë arsye ju e dini që realizohet fushata e dezinsektimit, e cila bëhet vit për vit, dhe për këtë vit pra procedura do të vazhdoj, njësoj si dhe vitin e kaluar, që do të thotë gjatë muajit mars ne do të bëjmë matjet e para, pra për të parë situatën, me synimin që javën sa më shpejt, pra që javën e parë të prillit të fillojmë pra spërkatjen të mos humbim kohë, dezinsektimin. Kjo do të japi një efekt të ndjeshëm për gjatë sezonit veror, pra duke filluar procedurat apo dezinsektimin në një kohë të shpejtë. Por cilat do të jenë zonat që do të kontrollohen? Zonat që do të trajtohen janë pak a shumë ato që janë trajtuar dhe në vitet e mëparshme, që do thotë e gjithë vija bregdetare, pra qyteti Vlorë, Orikumi deri në Himar dhe në Qeparo. Kuptohet që të gjitha këto zona janë të studiuara, të analizuara në vite, ku kanë dhe një impakt të rëndësishëm në turizëm, për këtë arsye dhe trajtohen me predispozicion të veçantë. Bashllari thekson gjithashtu se ngrohja globale ka sjell edhe këtë situatë ku mushkonjat i kemi prezente dhe shqetësuese edhe në këtë muaj të pazakon të vitit, siç është marsi. Ndryshimet stinore, pra ngrohja e temperaturës sigurisht që favorizon zhvillimin e vektorëve, pra të mushkonjave, dhe siç u thash, për këtë arsye do synojmë që ta fillojmë trajtimin sa më shpejt, pra që në javën e parë të prillit, pra të fillojmë ciklin e trajtimeve për gjatë gjithë sezonit veror. Pritet që gjatë këtij muaji, njësia vendore kujdesit shëndetësor në Vlorë të nisë evidentimin e vatrave nga mushkonjat, ndërsa në fillim të muajit prill do të nisë edhe procesi dezinsektimit.